Vapa dhe thatësira kanë rikthyer zjarret në qendër të emergjencave të verës, ndërsa gushti mbetet periudha kur rreziku për përhapjen e flakëve është më i lartë. Shqipëria po përballet aktualisht me disa vatra aktive, por bilanci deri tani tregon se dëmet nga zjarret janë më të kufizuara se në pjesën më të madhe të vendeve të rajonit. Sipas të dhënave të Sistemit Evropian të Informacionit për zjarret në pyje, gjatë vitit 2026 në Shqipëri janë djegur deri tani 3834 hektar, ndërsa janë evidentuar 30 zjarre nga Sistemi Evropian. Krahasimi me vendet e Ballkanit nxjerr Bosnjë-Hercegovinën si vendin më të prekur. Sipërfaqja e djegur atje arrin në 26159 hektar, ose afërsisht 7 herë më shumë se në Shqipëri. Edhe numri i zjarreve është dukshëm më i lartë, 182 rastet evidentuara. Pas Bosnjë-Hercegovinës vjen Mali i Zi, ku flakët kanë përfshirë 10.976 hektar, ndërsa janë regjistruar 90 zjarre. Serbia ndërkohë numëron një sipërfaqe të djegur prej 10.134 hektarësh nga 52 vatra zjarri. Më pranë nivelit të Shqipërisë ndërkohë renditet Maqedonia e Veriut. Të dy vendet kanë nga 30 zjarret evidentuara, por në Maqedoni sipërfaqja e djegur është më e madhe me 4370 hektar. Në skajin tjetër qëndron Kosova, e cila ka bilancin më të ulët në rajon mes 6 vendeve, dhe gjatë vitit 2026 janë regjistruar 15 zjarre dhe rreth 860 hektar sipërfaqe të djegur. Edhe raporti mes numrit të zjarreve dhe sipërfaqes së prekur tregon diferenca të ndjeshme. Megjithatë, situata e ditëve të fundit në Shqipëri mbetet e vështirë. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive dhe 5 të tjera po mbahen në monitorim. Në krahasim me vitet e mëparshme, bilanci deri tanishëm i vitit 2026 është dukshëm i ulët. Në Shqipëri janë djegur 3834 hektar, kundrejt 59933 hektarëve në vitin 2025 dhe 46623 hektarëve në vitin 2024.